Ernest Muçi është gjithmonë tema e parë e diskutimit në Turqi. Shqiptari e di mënyrën tani më se si të tërheqë vëmendjen e Trabzonspori dhe të jetë ai protagonisti dhe njeriu për të cilin të gjithë do të flasin. Kjo nuk vjen më në një mënyrë të sforcuar, përkundrazi, është kaq shumë natyrale. Në ditën e sotme, Trabzonspori është përballur kundër Gaziantep dhe rezultati është mbyllur në shifrat 1-2. Ernest Muçi do të dhuronte një ases fantastik në golin e parë të shënuar nga Felipe Augusto, që dërgonte shifrat në 1-1. Me një prekje të menjëhershme, edhe një herë tjetër, shqiptari nxori bllov të gjithë vendosjen e mbrojtjes kundërshtare dhe më pas Felipe Augusto nuk e kishte të vështirë për të shënuar. Por goli, i cili është komentuar gjatë, është ai i fitores, 1-2, i realizuar vetëm 3 minuta më vonë nga Unu Çaçu, dhe këtu protagonisti kryesor është sërish Ernest Muçi, edhe në një moment që shqiptari ishte jashtë aksionit të golit, pas inkursionit të bukur nga një prej lojtarëve të Trabzonspor nga krau i majt, do të vinte goditja e tij në drejtim të portës, e cila u ndal në zonë dhe më pas Ona Çuçu goditi për në rjet. Përpara tij gjendej edhe Ernest Muçi në pozicion në shloje, i cili u hodh për të mos kapur topin dhe për të mos anulluar golin. Për fat të mirë, arbitrat e lejuan si gol të rregullt dhe ky gol vendosi fitoren e Trabzonsporit, por në fakt ishte një gol që duhej anulluar pasi Ernest Muçi ishte në një pozicion jashtë loje dhe ndikoi te portieri, pavarësisht se nuk e kapi topin. Edhe trajneri Gaziantep ka reaguar ashpër pas ndeshjes, duke u shprehur se nuk e kuptonte dot se si arbitri nuk arritur dot që të kuptoj pozicionin jashtë loje të Ernest Muçit. Nëse deri dje shqiptari ma gjep se kundërshtarët i hipnotizon dhe ata, tashmë ylli i Shqipërisë ka filluar që të hipnotizoj edhe arbitrat. Sot ishte rasti konkret. Ndërkohë pas kësaj fitore, Trabzonspori siguron akoma më shumë vendin e tretë, duke u shkëputur me 7 pikë larg Göztepe's dhe nga ana tjetër afrohet me 4 pikë larg Fenerbahçes, duke pritur ndonjë gabim të ekipit të njohur në Turqi, pavarësisht se Trabzonspori humbi një shans të artë pasi humbi në shtëpi ndaj Fenerbahçes në shifra 2-3.